Kreu e Aleancës për shqiptarët Arben Taravari njoftoi vendimin për tërheqje nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Por i kthehemi mes qytetarëve. Në zgjedhjet lokale të tetorit do të kemi një rezultat shumë të mirë, deklaroi ai ndërsa dha dhe një shpjegim për këtë lëvizje të beft, duke nënvizuar se qytetarët po e kritikojnë për mos përmbushje premtimesh. Nuk i realizuan premtimet që i kishim premtuar dhe qytetarët me të drejtë na kritikojnë për këtë. Prandaj vendosëm të kthehemi te qytetari dhe t'i kërkojmë sërish besim në zgjedhjet lokale të tetorit. Sot konstatuam se nëse brenda qeverisë ka mungesë besimi, atëherë duhet të largohemi prej saj, ishte pohimi Taravarit. Ai theksoi se pakënaqësia mes elektoratit shqiptar është e madhe, sidomos për shkak të përdorimit të balancuesit dhe ngecjeve në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Madje u shpreh se shqiptarët ndihen të trajtuar më keq se më parë. Aleanca për shqiptarët e udhëhequr nga Taravari ka vendosur të garojë me listat e saj në zgjedhjet e ardhshme lokale, ndërsa forcat e tjera të koalicionit të vlen vendosën ta shndrojnë atë parti por pa aleancë. Taravari pati një takim dhe me kryeministrin Maqedonas, i cili pretendon nga ana e tij se kjo lëvizje nuk e rezon ekzekutivin dhe se qeveria është e qëndrueshme, e fortë dhe me shumicë të madhe me apo pa aleancën për shqiptarët. Më shumë se 20 antarë të parlamentit britanik kanë kërkuar ndryshime të rëndësishme në qasjen e politikës së jashtme ndaj Serbisë pas pjesëmarrjes së presidentit serb Aleksandar Vučić në paradën ushtarake në Moskë më 9 maj. Sipas tyre, Serbia në drejtimin e Vučićit ka forcuar lidhjet me presidentin rus Vladimir Putin, veçanërisht si i vetmi shtet kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian që nuk ka vendosur asnjë sankcion ndaj Rusisë, pavarësisht krimeve të tmerrshme të kryera kundër Ukrainës që nga viti 2014. Për më tepër, presidenti Vučić po përpiqet të destabilizojë Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe rajonin më gjerë të Ballkanit, duke bashkëpunuar ngushtë me Rusinë e Putinit, e cila synon të largojë vëmendjen nga pushtimi i Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi më 9 maj gjatë takimit me presidentin serb se Moska vlerëson kursin e pavarur dhe sovran të Serbisë në çështjet ndërkombëtare. Takimi bilateral mes Putinit dhe Vučićit në Moskë ishte takimi i tyre i parë zyrtar pas më shumë se 3 vitesh nga pushtimi rus i Ukrainës. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Rio Teras, duke komentuar vizitën e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Serbi dhe takimin me presidentin Aleksandar Vučić, ka vlerësuar se Bashkimi Evropian nuk mund të tolerojë dështime të tilla diplomatike. Një konstatim të tillë nga Teras ka ardhur pasi ky i fundit së bashku me eurodeputet të tjerë të Parlamentit Evropian përmes një letre kërkoi që Costa të anulojë vizitën në Serbi. Marr parasysh vizitën e presidentit Vučić në Rusi edhe takimin atje me presidentin rus Vladimir Putin, Teras në letër vlerësoi se vizita e Kostas në Beograd do të ishte shumë problematike. Në botën e diplomacisë, këto lloj vizitash nuk janë as pak një formalitet i thjeshtë. Ato janë akte mbështetje. Prandaj pjesëmarrja e presidentit Vučić përbën mbështetje për krimet e luftës të kryera nga Putini dhe ushtria ruse. Kjo përforcohet më tej nga fakti që liderët e tjerë botëror që morën pjesë në këtë ngjarje vijnë kryesisht nga regjime autokratike dhe shtypse, ka argumentuar Teras në letër. Kjo sjellje e Vučićit, sipas tij, duhet të dënohet me fjalët më të ashpra, pasi bie ndesh me vlerat e Bashkimit Evropian. Vizita juaj në Serbi do të kishte efektin e kundërt, duke dhënë sinjalin se Bashkimi Evropian aprovon sjelljen e dënueshme të Vučićit. Si presidenti i Këshillit Evropian nuk duhet të jepni mbështetje apo aprovim për dikë që mbështet një kriminal lufte. Vizita juaj në Serbi do të kishte pikërisht këtë efekt, pasi do perceptoi si një demonstrim mbështetje për Vučićin. Prandaj u bëm thirrje të anuloni vizitën tuaj në Serbi. Pati bërë thirrje Rio Teras.